Një orë para se të flini, pini një gotë nga kjo dhe do flini si qinj. Bananet kanë shumë kalium dhe magnez, minerale që përmirësojnë cilësinë e gjumit. Këto minerale, kur merren në sasi të minimizuara ose kur eliminohen nga dieta, ndikojnë negativisht në nivelin e kortizolit dhe bëjnë që venat dhe muskujt të lëshohen. Kanella nga ana tjetër ka shije dhe aromë të jashtëzakonshme të shëndetshme që ndihmon në lehtësimin dhe relaksimin e trupit, përveç kësaj ajo ndihmon edhe me tretjen. Por si të përgatisni një pije me përbërës banane dhe kanellë. Përbërësit janë një banane pa kanellë dhe një tenxhere e vogël me ujë. Hiqni lëkurën e bananes dhe vendosni në ujë. E lini ujin të vlojë për 10 minuta, pastaj nëpërmjet kullueses, hidheni në një gotë të madhe, shtoni kanellën dhe konsumoni këtë pije një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Sipas Sleep Speaker, është një zgjidhje shumë e mirë relaksuese në situatat tuaja të vështira për të arritur gjumin e shumë pritur gjatë mbrëmjes.